Përshëndetje Graria, përshëndetje miq, të dashur, dashamirë. Si keni kaluar ditën sot, me vlogu, si me vlogu. Si avut emrin darkës, unë të bëjtë për vete, për nesër për në punë. Atere. U mi disa komente me gjithman vete në shumë habitur, me gjithate, mua nuk më bëjnë shtypje, as më vrasin, as më mendojnë, as okej. Çdo njeri ka mendimin e vetë. Po që ti jesh këtu për qefin tëmë, ti jesh të hep një kapim, o të të unë. Si që bëjnë gjithë njerëzit, ose dikur bën diçka tjetër, që ty nuk të pëlqenë. Se i kush patatet me aq pak vaj, më i mortja që s'të ha. Se marrë vesh të mesarë. Se du të marrë mortja më? Se i kujti? Ja, edhe këtoja, po i kush me pak vaj. Nuk është nevojë ta mushësh digane po të nxjerrën plot me vaj, për të bërë diçka të shishme apo të mirë. Zonjë dashur. Edhe kush i shkon gjithë ato komente. Edhe dyta. Unë vajnë e përdor vetëm njerë, dhe e mjaft poshtë. Nuk përdor vaj, që ka kthej e kthej, si që bëjnë. Se ka plot që përshonë dhe vajnë edhe e përdorin për herë tjetër. Se vaj lule dirit nuk përdoret, më tepër nga njerë. As vaj të ujit. Këto më shumë me i kuq me vaj ujit. Se të e të thoshëm, çdo njeri në shpinë e vetë, i di vete sapet, ato të gjitha, nuk, si që thash, nuk është nevojë ti të mushësh të nxjerrën plot me vaj për të skuqur diçka. Sepse çdo gjë blihet me lek. Nuk na i fal njeri, nuk na i dhuron njeri asnjë lloj gjëje. Edhe unë për veten time, mos dim se lek. Nuk i hedh gjëra kështu. Hajde, ju digani për një digan patate, unë të eth 1 litër vaj. Jo, më vjen keq. Nuk e bëj. Prandaja, zonja të dashura, mua nuk më ha as mortja, as dreqi, as shejtani, as një gjë pse e thonë juve. Keni parasysh. Unë jam e qetë me të time. Edhe nuk dua të merrem me këto komente, se të vërtetën nuk është në atë të time, thjesht në fillim kanë qenë shumë ofenduese dhe unë kam publikuar disa komente, edhe në të vërtet nuk bëra në një gjë kush e di, kish nuk kam bërë gjithë me radhë njerëz. Edhe nuk më intereson.